edhe televizioni, mediat na kanë mësuar me një mënyrë komunikimi hiperbolik ku reklama si gënjeshtër e legalizuar ka marrë atë maksimumin e vet të shprehjes, por për mos devijuar nga mirë që më pranove intervistën, mirë që më pranove me kaq natë sa e ke televizionin. Jo, atëherë e pranova për juve, sepse megjithëse unë nuk e ndjek shumë televizionin shqiptar, por di kush jeni. Dhe vlerësoj punën tuaj. Nuk do të kisha pranuar një tjetër intervistues. Por gjëra duhen thënë sepse jo sepse nuk flitet për një fenomeni nuk ekziston. Po, është e drejtë. Por ka ardhur gjithsesi, edhe pa reklam ka ardhur fakti i mjekësisë të mirë italiane. Gjë që unë se kam kuptuar, ndryshimin pse aty ka një spital të mirë publik dhe privati, ka, domethënë, po nuk është kryesori. Për shembull ju nuk punoni në një spital privat. Në një klinikë privat. Unë kam aktivitetin tim privat brenda spitalit, kam relativisht limituar jashtë spitalit për vizita. Çdo mjek në Itali, çdo mjek që punon për publikun ka mundësi për të ushtruar profesionin e vet të lirë, të themi atë pjesën e vet private. Në mënyrë specifike në fushën time nuk ekziston në këtë moment një spital privat që të më lejoj të bëj të gjitha ato gjëra që unë bëj në publik. Sa interesante, sa mirë do ishte të ndodhte kjo në qendrën tonë spitalore, në spitalin tonë të traumës, të mund të kishin ata të gjitha hapësirat në mënyrë dinjitoze siç e meritojnë, për shkak të keq trajtimit që është bërë publiku ca kohë të shkuara, uroj të zgjidhet, të vit dita që të zgjidhet. Gjithsesi, unë ndëroj, nuk e njoh mjekësin. Qendra spitalore në Tiranë ka mjek shumë të zotët, por puna e tyre varet shumë nga investimet. Kostoja është e lartë dhe nuk varet prej tyre. Po, kosto është e lartë. Dhe ju e keni të qartë çfarë ndodh me atë kosto që ka një pacient që ju do e merrni në dorë aty, e dini çfarë është. Po, kur jeni i gatshëm, siç sot për shembull, dhe në çdo urgjencë reagoni, i gatshëm për urgjenca të specialitetit tuaj, pra vetëm.